Por I kthehemi me një epizod të radhës të emisionit Muhabet me Arditin, ku në kuadër të intervistave të muajit të bekuar Ramazan, po vazhdojmë edhe sot ku jemi këtu në fshatin Goçk të Ferezajt me imamin e kësaj xhamie Hoxh Ardian Cejdiun. Hoxh, falënderit që pranove ftesën edhe na mirëpritën në xhamin tuaj. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fillimisht milionit ju falenderoj që keni përzgjedh xhamien koha të fshatit Goçk për ta zhvilluar këtë intervistë. Dhe njëkohësisht përmes juve ti përshëndes gjithë audiencën duke dëshiruar çdo të mirë në jetën e kësaj bote. Hoxh, jemi në muajin e Ramazan. Cili është mesazhi që mund ta nxjerrë besimtarin nga vetja përmes agjerimit? Nuk ka dyshim se po I përjetojmë ditët dhe netët më të mira të jetës, për faktin se po na shoqëron muaji i bekuar Ramazani, dhe kjo është një shkollë e madhe e cila ndikon drejt për së drejti në konsolidimin e aspektit shpirtëror dhe fizik dhe mental të njeriut. Ramazani në vete ngërthen një numër të madh të mesazheve dhe një prej tyre që është më e rëndësishme ndoshta në jetën e kësaj bote, sepse zhvillon aspektin dimensional shoqëror të njeriut. Pra mëson njeriu me kuptues se besimi është shumë I rëndësishëm në jetën e kësaj bote dhe rrjedhimisht aspekti social, lidhja me shoqërinë, familjen e kështu me radhë, është diçka e panashkalueshme në jetën e kësaj bote dhe në mënyrën më konkrete të mundshme mësojmë në muajin e bekuar të Ramazanit. Hoxh, të pos parasysh si manifestohet domethënë muaji Ramazan në shoqërinë tonë, a ka diçka që I lajna mongo ose diçka që shkojnë në bazë sunetit dhe në bazë Kuranit, e që kishte pas çfarë domethënë me cek. Çka do që të bëjmë përpjekje për të afruar te Zoti I Madhërisht në përsëri besim mongi me një farë forme si sot populli. Pavarësisht përpjekjet e njeriu për ta gjetur të vërtetën, për ta shijuar të vërtetën, për të afruar tek Zoti I Madhërisht, le diçka mongo. Sepse vetë karakteri njeriu është I tillë. Unë kisha pas shef që këtë muaj të shfrytëzohet në mënyrë më të mirë të mundshme prej fillimit kur lind dielli apo prej momentit kur zgjohemi në sefyr e deri ta mbyllmi me namazin e natës pra në ditën e nesërme. Pra ti respektojmë procedurat që I ka caktuar Zoti I Madhërisht, duke qëndruar sa më afër namazit, pastaj ditën ta zhvillojmë pak aspektin edhe të humanizmit, të jemi më të ndërgjegjshëm, më të përgjegjshëm dhe të jemi më afër shoqërisë. Pra të shfrytëzojmë sepse çdo mirësi që e bëjmë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit na kthehet në favor individual, familjar dhe shoqëror. Pra çka do që të bëjmë për të afruar te Zoti është pak, dhe gjithsesi mbesmi dhe mongi. Hoxh, pasi që kohën e kemi të reduktuar, po duhet të dalën tema tjera që na po ballafaqohemi çdo ditë, edhe me zhvillimin e teknologjisë, domethënë kanë ndryshuar dhe rrethonat bashkëkohore. Po duhet ta bëni një pyetje për gjeneratën e re, që ndryshe po njihet si Gen Z, që përfshin pak a shumë vitet 97, 98 tutje deri sot, a kanë ndryshuar domethënë kërkesat e komunitetit tek kjo gjenerat? Xhamati të ri me një farë forme. Duke pas parasysh se shoqëritë natyrshëm evolojnë. Po. Edhe brezat e ri pastaj ballafaqohen me situata ndoshta edhe janë më kërkuese sa brezat paraprak. Edhe në kohën tonë të së jetojmë shohim se kërkesat e të rive tanë, të cilët kanë lindur nëse mund të themi mas 99-s e tek ne, janë më ndryshe se sa kërkesat që kemi pas na dikur para luftës kur kemi lindur në viteve të mëhershme. Pra është natyrshme që brezat e ri të kenë kërkesa më të mëdha se sa brezi paraprak. Dhe kjo është një aspekt që duhet të studiohet në aspektin e sociologjisë. Sot kemi për shembull një rini e cila sfidohet me disa gjëra të cilat ndoshta në kaluarën nuk kanë qenë të njohura për brezat e mëparshëm. Pra secila gjenerat ballafaqohet me diçka të re që s'ka qenë e njohur në brezat paraprak. Edhe kjo rini e cila jeton sot kohën tonë bashkëkohore dhe e përjeton këtë trend, këtë tranzicion të shoqërisë, të zhvillimit, natyrisht ballafaqohet me gjëra begi të rana, me situata begi hipotetike, ndoshta nganjëherë edhe me një pasiguri për të ardhmen për shkak se tregu është shumë I ashpër, por megjithatë çdo kërkesë e kësaj jete unë mendoj që njeriu do të më shku tu konsoliduar nga aspekti natyror I tij. Kur formohet qenia njeriu atëherë s'është më rëndësi më sfidat me cilat bën jetës e botës, sepse njeriu është krijesë e cila është krijuar për të përballuar proceseve të jetës. Një prej problematikave ose çështjeve me të cilat po ballafaqohemi është edhe përdorimi domethënë I tepërt I inteligjencës artificiale, ku shumë se përdoret në shkolla, në fakultete, për me gjeneru fotografi, video e tjerë, qysh e sheh, domethënë qysh shihet kjo në optikën e fesë islame. Çdo e arritur shkencore në aspektin fetar është një çështje mirë se ardhur, sepse Zoti I Madhërisht e ka nxit njeriu që të eksploron jetën dhe mekanizmat e jetës. Pra Kurani e nxit njeriu që të evolon.
mi po gjithsesi brenda suazave të normales, brenda suazave të kompetencave që posedon njeriu. Dhe tash kthehemi në rrafshin aktual. Për shembull, teknologjia është një sfidë e cila jo vetëm besimtar që i sfidon, por i prek të gjitha shtresat njerëzore, nga ato në femëri e deri te shtresa e pleqërisë. Dhe ky lloj evolimi natyrisht me një kënd vështirë është pozitiv, sepse ja mundson njeriu t'ja shkurton rrugën për ta kuptuar informacionin dhe për ta bërë një hulumtim sa më shpejt që është e mundur në kohë rekord. Mi po në anën tjetër edhe e sfidon me një farë forme natyrshmërinë që posedon njeriu. Për shembull, neve na ka mësuar historia njerëzore se njeriu për të arritur qëllimet e dijes, ai duhet të shkojë në bankat e shkollës, ta merr një laps, ta merr një fletore, ta absorbon dije me kohë kështu me radhë. Dhe ta çka bën në kohën bashkëore rinia. Pra, në vend se të hulumton për një çështje në mënyrë natyrshme, duke hulumtuar nëpër libra, duke dellur njerëz kështu me radhë, ai thjesht kyçet në aparaturë të inteligjencës artificiale, e pyet për diçka dhe ndoshta e merr një farë përgjigje që shumicën e rasteve fatkeqësisht përgjigjet nuk është edukate, sepse fundit edhe inteligjenca artificiale është prodhim i mendjes së njeriu. E njeriu asnjëherë nuk ka domethënë potencial të plot të manifestimeve të pikpamëve të jetës. Po një prej tyre është hoxha edhe konsultimi me to për çështje fetare, për me marrë përgjigje se fetva për çështje të caktuara. E kam parasysh neve në jetën e përditshme, bazuar në teoritë islame, e kemi një rrugë të transmetimit që duhet të ndiqet përmes zinxhirit fizik, domethënë nxënës, raporti nxënës dhe mësues. Ne në jetën tonë të përditshme, në aspektin fetar, po them, nuk guxojmë të lejojmë që gjërat kruciale të fesë të mësohen përmes një dietari abstrakt, sepse fundi inteligjenca është diçka abstrakte. Por ne duhet të shkojmë në rrafshin klasik, duke ditë origjinën e fetvas, personin që ka dhënë fetvan, rrethonat ku janë dhënë fetvaja, kush e ka miratuar fetva, çka është diskutuar atë çështje me argumente anësore kështu me radhë. Pra është një pasiguri e madhe dhe në aspektin fetar, sepse kjo temë është bashkëkohore dhe dietarët e mëdhej po thonë që mbas analizave që kanë bërë, nuk është e sigurt nëse fetvaja mirët në këtë mënyrë, sepse përmes kësaj inteligjencë artificiale ka mundësi që edhe të ndërhyet në shpjegim i cili nuk është autokton, nuk është racional dhe nuk është argumentueshëm. Një prej problemeve bashkëkohore të rinia, megjithëse i kanë ndoshta të mirat materiale shumë se gjeneratët paraprake, janë edhe këto çrregullime, domethënë e shëndetit mendor, depresioni, ankthi, stresi, dinamika jetësore e tjerë, cili është ilaç nëse mundna me quajt në bazë të fesë islame, është devotshmëria më e madhe. Është fakt se ky brezi i këtij shekulli, nëse mundna me thonë brezi i shekullit 21 apo gjenerata e shekullit 21, po ballafaqohet me disa situata, vështirësi me të cilat nuk janë ballafaquar ato që kanë qenë para tyre, domethënë shekulli 19, 20 e kështu me radhë. Dhe një prej fatkeqësisht prej shkaqeve që e ka rënduar aspektin psikologjik të njeriut në shtresa të ndryshme, të rive, të mesme, kështu me radhë, padyshim janë edhe rrjetet sociale. Pse? Sepse gjithçka që absorbohet në mënyrë të natyrshme krijon pengesa në proces. Dhe sa që njeriu për shembull provon me shti në kontroll jetën, fatën e jetës vet, jashtë potencialit që e ka njeriu, natyrisht kthehet në shkaqe, në depresion dhe në probleme të ndryshme. Dhe sot jemi dëshmitar të kësaj kohe, për shembull, si gjejmë se njerëz adoleshent, djemë të ri, për shembull, vajza të reja të moshës 20 vjeçare dhe kanë probleme serioze me jetën për shkak të ankthit, depresionit, pasigurisë për të ardhmen e kështu me radhë. Sepse ka provuar në një farë forme me vu në kontroll fatin e jetës të ardhmen jashtë potencialit që posedon njeriu. Pra jeta është e thjeshtë, por është e natyrshme. Dhe sa që të komplikohet jeta përmes mekanizmave artificial, ajo kthehet në bumerang, pra nuk është diçka që mundesh me ka normale dhe në jetën e kësaj bote po shohim për çdo ditë që sfida e këtij shekulli është sfida e provokimit në të aspektin e qëndrueshmërisë psiqike kështu me radhë. Hoxh, në kodër të rrjeteve sociale, po shohim që shumë modele prej TikTokut, rrjeteve të ndryshme sociale ose këtyre emisioneve reality show që janë, po ndjeken nga rinia si model, domethënë jetësor. Qysh e sheh Islami këtë fenomen? Është interesant një fakt se nuk është tragjike dhe në fakt nuk është gabim i madh nëse shoqëria gabon për një pikpamje të ndryshme të jetës. Por tragjike dhe gabim i madh është kur shoqërisë i humbin modelet. E pas luftës, si duket shoqërisë tonë i kanë humbur modelet. Për shembull,
I ka humbë modeli mësuesit, i ka humbë modeli sportistit, i ka humbë modelin i këngëtarit, po i ka humbë modelit e hoxhës. Dhe kjo rinia e cila krijon një version të jetës duke u mbështetur në personazhe krejtësisht të paverifikuara, me telashet mëdha, me një background të madh gabimeve. Dhe ky e merr si model të jetës, pikërisht çaj model i kthehet ti në bumerang dhe shqetësimet janë shumë serioze. Pra neve na duhet t'i kthejmë rrënjeve tona, që t'jetë model për shembull për fëmin ton, t'jetë model një nanë e cila e ka dëshmuar në jetë për shembull rolin e saj si nanë. Dhe ky duhet jetë modeli i fëmijëve tonë. Të mirët model një prind, të mirët model një heroj, i cili e ka dëshmuar në luftë për shembull heroizmin e vet. Të mirët model një mësues i viteve 80 për shembull, që e ka dëshmuar se e don popullin dhe e don misionin dhe profesionin. Pra të mirën modele reale, ndërsa jo për shembull modele të cilat na importohen nga dikush tjetër, kamuflohen me ide aktuale dhe me një farë forme rrënojnë në temel ardhmërinë e shoqërisë. Imagjinoni për shembull siç thot një fjalë shumë e bukur Aristotelit. Thot me imagjinu ose me imitu artistin në skenë është sikurse me hyp dikush prej 50 kadër me ra në tokë. Thot artisti e ka bën këtë në mënyrë të improvisuar, kurse ky kthen në mënyrë reale. Po pasua se janë të njëjta, jo, se ky që ka thënë në mënyrë reale, ky shkatërrohet, mbytet. Pra ne fatkeqësisht në Kosovë, në shoqërinë tonë shqiptare, pas luftës tek nena, jemi duke u atakuar me disa projekte, programe, misione, të cilat kanë me kthy rinin me një farë situate që është thirrë ta riparojmë dhe ta rikthejmë në jetën e përditshme. Jeni të gjithë dëshmitar për shembull, në çfarë niveli ka degraduar shembull modelet e nënave shqiptare, burrave shqiptare, si mund të themi kështu, atëherë për kujt më mësim. Pra nuk është problemi pse gabojmë, por problemi është dhe rreziqi më i madh është që neve gati se po ne humbin shembujt. Nga se për shembull dikush mund ta luajë rolin e mësuesit, por roli i tij është fals. Dikush mund të paraqitet si një autor, si një protagonist shumë interesant për shoqërinë, por në fakt historia e tij flet të kundërtën. Një njerëz që ka dështuar në familje, ka dështuar në karrierë, ka dështuar në profesion. E si mund të jetë ai shembull ose ajo shembull për familjen dhe shoqërinë. Pra jemi të jetuar një krizë begit madhe, por unë besoj që shpejt duhet të rikuperojmë situatën, por ndryshe pasuat kanë më qenë shumë doja. Këtë shekull është i theksuar një materializëm i madh, domethënë, jo vetëm të rinia, por të gjeneratat më të vjetra, ku vrapimi pas një veture më të mirë, shtëpie më të mirë, pasoj domethënë jetës të moshit që po e bojnë e tjerë. Çysh vlerësohet kjo në optikën e fesë? Në fakt feja e nxit njeriu që t'i arrijë ambicet më të larta të jetës, por duke duke ecur drejt proceseve normale. Ta merr ata që i takon, të arrijë atje ku ai do të arrijë në radhë. Po ky materializmi i kohës tonë është shndruar me një vegël skllavërie, kur njerëzit për të arritur qëllimin e materiales e kanë anashkaluar shpirtërorën, moralin, etikën e kësaj radhë. Dhe kjo është rrezik i madh, sepse njeriu mbi gjithë është qenie shpirtërore. Nuk është vetëm çështje, nuk është vetëm materialiste që mund ta ngop materializmi, por është qenie shpirtërore intelektuale. Dhe në kohën tonë bashkëkohore, nëse jemi të godit si shoqëri, jo vetëm shqiptar, por në përgjithësi jemi të godit më së shumti nga prizmi i materializmit të theksuar. Dhe kemi ardhur në këtë gjendje, për shembull, sa që kemi filluar të shohim edhe fëmijët si pare, të shohim edhe anëtarët e familjes si pare. Keni pa për shembullin më të keq të jetës, kur një fëmijë 7-8 vjet i thot prindi për shembull, bën çka të bësh ti të më qenë i pasur. Në vend se ai të bisedon me fëmijën e vet moshën që e ka, dhe ti tregon se bota është e bukur, dimensioni real i njeriu është ona shpirtërore, vlerat mbi të ndërtohet e ardhmja, ky e kthen në materiale dhe si duket i thotë se ti ke vlerë veç sa ke pasuri. Dhe pastaj çish ka mundësi ky fëmijë se të ardhmë me kon produktiv për shoqërinë, kur ky ambicën e vetme të jetës e ka pasurinë, ndërkohë që pasuria është një për 99 elementeve që mund t'i posedon jeta. Pra thjesht jemi duke e frymëzuar shoqërinë, rinin, me një frymëzim të gabuar dhe pasojat po i shohim edhe i kemi bekjet e dukshme në familjen, shoqërinë, shkollën kështu më. Problematikë tjetër hoxh, se vetë cekim me rend, është edhe normalizimi i disa mëkateve të caktuara, shikimi haram e të tjera, pornografia e tjera, që janë në mos shrime, domethënë, në këtë shekull që s'kanë qenë më parë. Cili është rreziku kur një mëkat normalizohet dhe shihet si normal, domethënë? Normalizimi i mëkateve thjesht e hap një kapitull
të fundosjes së fatit të atij populli. Fillon me individin që i fundoset jeta, pastaj kalon në shoqëri, në familje dhe pastaj kalon në shoqëri. Pra Kurani na ka mësuar se popujt e mëhershëm janë shkatruar pikërisht për shkak të normalizimit të mëkateve që ka ndaluar Zoti i Madhërisht. Për shembull, nëse referohemi popujve të mëhershëm, që ka përmend Kurani numër të madh të popujve, kanë pas ndoshta gjithçka që ka dashur në jetë dhe kanë qenë shumë ndoshta më të avancuar se ne, në kuptimin e vlerave pasurore, shembull, Dhe si u ka ardhur fundi atyre? I ka ardhur fundi momenti kur ata kanë çelë derën e normalizimit të mëkateve. Sepse Zoti i Madhërisht është sunduesi i kësaj bote. E kalon njeriu të lirë për mbrana e kufeve, Në rast se ky njeri tenton me shkelën mbi parimet, mbi të cilat ndërtohet jeta, normal Zoti i Madhërisht nuk e lejon. A di ç'është kjo meselë? Sikur për shembull me ardh dikush këtu, edhe na mi thonë urnë, shfrytëzohet xhamien, falu, lotu, kry obligimet e tua dhe del. Por ai ndërkohë me ardh me bë diçka tjetër. Çka me bë? Me fillu me djeg të pivën për shembull, mi prish dritat, mi prish xhamë dritarët. Çka do të mi thonë na? Ne thonë na dil jashtë, si më së ardhur. Sepse ti po ban zullum. Njeriu në Allah e ka prunë këtë dunjë për misione të mira, për misione fisnike. E kur njeriu fillon të bëhet të shkatron parime mbi të cilën ndërtohet jeta, Zoti i Madhërisht ja sjell fundin nga menja së merr. Bile Allahu në Kur'an në surën Dukhan e shpjegon mirë kur fol për popujt e mëhershëm dhe thotë dhe pyetni se çfarë kapitali ka lënë mbi dhej. Dhe kanë menduar ata që janë të paprekshëm, mirë kur kanë çel derën e moralit dhe kur kanë normalizuar veprat e këqija, i kanë bërë si model të jetës. Atëherë Zoti i Madhërisht është ndëshku, është turp për neve si popull, çfarë morali të fuqishëm kemi pas, me cilin morali kemi mbietu fortuna më të mëdha të jetës, sepse s'kemi pasur në fara armatime që jemi përballë me popull tjerë. Po thjesht kemi pas një armë që kanë pas tjerë, kodin familjar, moralin, etikën. Dhe ja për 25 vite kemi ardhur në gjendje që edhe nëpër mediat tona, në televizorët tona, që i paguna me njerëzën tonë, shama të shfaqën skena të ndryshme që është turp vetëm me shku mendje njeriu se le më me pa emision me familje kështu me radhë. Pra dhe shtrohet një pyetje, në rast një pikpyetje madhe se për ku jemi nisë dhe si do duket kjo shqiptari ose ky popull pas 20 viteve nëse ne po e degenerojmë në thelb aspektin moral të rinisë. Kur të pos parasysh këto që veç i the, edhe qosjes të lehtë, që besoj kurse kon më lehtë në mekat, rrjedhimisht të bëhet dhe rritja fëmijëve në mënyrë shëndosh ka gjas sfidë. Çka i këshilloni prindë të ri, domethënë që me i këshillua dhe me i mësu fëmijët që me rrit në frymë shëndosh islame? Afërsia me fen, njohja e Zotit të Madhërisht është mburoja më e madhe me cilën mund të mbrohet fëmiu gjatë zhvillimit të tij në jetën e kësaj bote. Nëse fëmiu për shembull i krijohet bindja e thellë në Zotin e Madhërisht, dhe ai rritet duke kuptuar se në këtë dunjë ka disa ligje që ka caktuar krijuesi. Edhe nëse shoqëria mund t'i shkelë, nuk i shkel. Por problemi më të madh është kur e zhvesh njeriu prej besimit. Kur ta zhvesh njeriu prej besimit ose kur e frymëzon një fëmijë pa pikpamjet e besimit, ai ka më ekspozu rreziqeve të mëdha, edhe morale edhe etike kështu me radhë. Pra rruga e vetme, sepse të gjithë jemi prindër, të gjithë jemi në kohën që po flasmi, rruga e vetme për ta edukuar dhe për ta mbrojtur fëmijën dhe familjen në fakt për degradimeve të kohës është me afër mësimeve të Zotit të Madhërisht. Dhe me bind fëmijën se në këtë botë është një mbikëqyrës i cili në vazhdimsi të ka në kontroll është Zoti i Madhërisht. Dhe se gjërat në jetën e kësaj bote jashtë pikpamjes së besimit janë relative. Pra mbi gjitha është besimi në Zot, morali, etika ajo që e bën njeriu, e konsolidon njeriu me përballu sjellëve të kësaj bote. Mos harroni shembull se historia e njerëzimit na ka mësuar se edhe në kohën paraprake, në shoqëritë e degeneruara, njerëzit e kanë gjetur rrugën e sinqeritetit dhe të vërtetës. Edhe në kohën tonë nuk janë të gjithë të njëjtë. Edhe në kohën ku ne po sfidohemi, gjithandej kemi njerëz të moralshëm, rinj të moralshëm, e cila e ka frikë Zotit të Madhërisht dhe historia është dëshmitar se ata të cilët ja kanë pas frikë Zotit të Madhërisht ju ka ardhur fundi në mënyrë më të mitëmundshme sepse këtë e ka garantuar Allahu në Kur'an kur thotë wal aqibatu lil muttaqin. Edhe fundi i mirë ju takon atyre që janë kanë të mbrojtur për rrugës së mëkatit haramit në kësaj bote. Hoxha shumë në mes në komunitetit musliman, domethënë, ose që njihet si xhamatit, që kanë domethënë janë korrekt në angazhimet fetare në rituale si namaz, xherem, zeqat e tjera,
po në anën tjetër, në çështje të kësaj dynjaje, lajnë për me dëshiru ka shumë. Nuk janë korrekt në orë të punës, në shitblerje, në çështje tjera, ose në fjalën e dhënë, a mos mësu feja gabim, po mendoj për një pjesë të xhamatit. Kjo është një fakt që do një analizë të thellë në aspektin e formimit. Në kohën tonë kemi një problem serioz me një kategori të njerëzve, të cilët kanë ardhur me një farforme në xhami ose namaz të paformuar. Për shembull, ai ka qenë edhe jashtë rrugës, jashtë xhamisë i paformuar. Ai cili se ka mbajt fjalën jashtë xhamisë, edhe në xhamisë me fjalën. Edhe nëse i fal 5 kohë namaz. Ai cili është mësuar me gënjy në treg për ta shit mallin, për ta falsifikuar mallin. Ai edhe kur bën namaz i bën tjetër gjëra. Sepse thjesht rruga deri te namazi e tina ka qenë jo domethënë e konsoliduar e mirë. Pra në këtë kohën tonë kemi një telash të tillë sepse formimi luan rol të madh. Unë du me një fjalë me argumentu këtë çapo e tham. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditë ju thoshte shokëve të vet. Ju tha kështu: ata tha që kanë qenë burra në ignorancë, burra kanë mbetë në islam. E ata që s'kanë qenë burra në ignorancë, edhe kur kanë hyrë në islam s'kanë mbetë burra. Pse? Sa ai që ka gënjur në ignorancë kanë gënjur në islam. Ai që ka tradhuar në kohën e ignorancës, ka tradhuar dhe mos i ka pranuar islamin. Ai që ka bëu vepra të këqija para islamit ka bërë në islam. Dhe pejgamberi sa me një fjalë përmbytej tha, që nuk kupton se ne kemi problem me formim. Dhe njeriu është beg i krijesë domthonë komplekse, që rruga e formimit dhe konsolidimit në aspektin psiqik, burnor, shpirtëror është beg i rrugë e gjatë. Dhe ne në kohën tonë kemi të lashe të tilla, sepse njerëzit s'kanë formim adekuat. Për shembull, ka ardhur në xhami kur i ka bën 30 vjet. Po kush e ka formuar ata 30 vjet më herët? Kush e ka informuar ata për pikpamjet e jetës? Kush e ka informuar ata çka është halal dhe harami? Kush e ka mësuar ata me kuptuar çka është e sinqertë dhe çka është jo e sinqertë? Ai ka namaz, padyshim mirë, po i mungon një formim. Dhe kjo është krizë. Për këtë arsye, ne themi njerëzve se besimtari i vërtet, siç thot Zoti në Kur'an, është i njëjti, si në xhami, si jashtë xhamie. Nëse në xhami nuk gënjen, pse do të më gënjë jashtë xhamisë? Nëse në xhami nuk tradhton, pse do të më tradhoj jashtë xhamisë? Nëse në xhami e mirë, pse mos jemi jashtë mirë? Sepse qëllimi i Islamit është me kanë me jashtë i mirë, jo vetëm brenda. Pra Islami është më tepër fuqi sociale, refleksion social se sa individual. Se gjitha ligjet në Islam kanë të bëjnë me anën tjetër, me anën shoqërisë, jo me aspektin individual. Pra kjo për keqardhje është kjo çështje, jo të gjithë, por ata të cilët janë në këtë nivel, ata duhet të dalin. Ekziston mundësia ndryshimit, domethënë, edhe nëse u formuaj 40 vjet, 50 vjet të tjera, mundësia që me ndryshuar pjesën tjetër të mbetur të jetës. Nuk ka dyshim se Zoti i Madhërisht i jep secilit shansë për të ndryshuar nga keqen te mirën. Bile edhe muaji Ramazan një prej fuqive që ka të ndikimit në aspektin psiqik, social, edhe të tabiatut nëse mund ta them, karakterit, është sepse ja mundson njeriu ndryshimin. Imagjinoni sikur mos ishte i mundshëm ndryshimi, çka ndryshuar sahabët. Çu që kanë ndryshuar historinë sahabët. Mas pari kanë ndryshuar vetë në atë aspektin e vlerave, e pastaj çato vlera i kanë transferuar te tjerë. Pra është e mundur ndryshimi, vetëm se duhet ta nduam ndryshimin. Dhe ata të cilët janë besimtarë, kanë besuar në Allahun, kanë besuar në pejgamberin, shpresojnë nesër xhenet, shpresojnë mu taku të Zotit me faqe të bardhë, ata duhet domosdoshmërisht të dalin pe asaj strofulle të gabimit që e përjetojnë. Ata të dalin në dritën e Islamit dhe kuptojnë se personaliteti muslimanit është i njëjtë si në xhami, si jashtë xhamie, dhe emaneti është çështje bege e madhe dhe parimet e jetës janë bege të konsoliduar në aspektin e Islamit. Po, jetojmë në një kohë ku bëhen padrejtësinë, është thënë punësim, padrejtësi në sfera tjera të jetës, ku shpesh njerëzit e humb durimin, sabri. Çysh me rujt, domethënë këtë kohë durimin edhe optimizmin në farforme. Fatkeqësisht në Kosovë është përkeqardhje kjo temë sepse me të vërtet bëhet padrejtësi në aspekte të ndryshme. Jo vetëm në profesion, por në profesione të ndryshme bëhet padrejtësi e madhe. Si në aspektin e vlerësimit, si në aspektin e pranimit, detyrës e kështu me radhë. Si të ndryshon kjo çështje është temë e gjatë, sepse do të ndryshohet përmes ligjit, përmes formimit të shoqërisë, me kuptuar se çka është kriteri, kush e plotson kriterin e kështu me radhë. Sepse krejt këto çështje kthehen pastaj në përditshmëri dhe bën pengesë për zhvillimin e shoqërisë. Imagjinoni nëse dy mjek për shembull konkurrojnë për të njëjtin vend. Dhe ti e diskriminon ata që e meriton detyrën. Çka ndodh masanej?
Ti nuk i ke vrarë një person, se ke lëndu një person, po ke lëndu një shoqëri, sepse ke vendosur në vendin e duhur një mjek tjetër, i cili s'është i përgjithshëm, s'është i përgatit. Dhe ti nesër ke me pas kontakt me popull dhe shkon të damtu popullin. Ose një mësose shumë e radhë. Unë e kuptoj tash shtresin që kanë njerëz të mëshëm, kuadrat e reja, që kanë vështirë të gjejnë vend pune për shkak të padrejtësive që i bëhet në aspektin e vlerësimit dhe kriterëve. Mi po porosia ime është që të bëjmë sabër, sepse duke bë sabër durim dhe duke ndjek rrugën e drejtë në ditë për ditëve, kanë marrë në vend shprehje, kanë marrë në shprehje, domethënë merite secili, sepse fundit Allahu xhallahu ala nuk e nxjerr prej së bote askan pa ia dhënë merita që meriton. Dhe në ditë për ditë vetë kom e kuptu kjo shoqëri se ka nevojë për njerëz të mëshëm, ka nevojë për njerëz të drejtë, ka nevojë për njerëz të sinqert, për t'ia besuar manetën të cilën e ka jeta. Humbja, hoxh është një koncept që përbollet secili besimtar një jetë spaku një herë, dy herë me ta. Qoftë humbje materiale, qoftë humbje personave të dashur, që shpesh nuk menaxhohet si duhet. Çu do të më konë raporti besimtarit me një humbje që e ka në jetë? Në jetën e kësaj bote padyshim, sepse kjo jetë ka dy anë të medaljes. Me një anë ka gjërat e bukura, të lehta, të këndshme. Edhe njeriu i don, i pëlqen, i shijon. Dhe në anën tjetër të medaljes së jetë janë vështirësitë. Në mesin e tyre bën pjesë edhe goditja përmes vdekjes të anëtarëve të familjes, edhe varfëria, edhe humbja pasurisë, edhe dështimi në karrierë kështu me radhë. Mi po të gjitha këto, Zoti i Madhërisht Kur'an thot janë kalimtare. Dhe ka garantu se fitimtar në këtë sprova do dalin durimtarët. Ata të cilët o Zoti i Madhërisht ju kanë mbështet Zotit dhe kanë bërë durim. Pra nëse ne goditemi në këtë dunja me diçka që është mbi potencialin tonë, edhe me një farformë na pengon për të rrugtuar lirshëm jetën e vote. Anija vetme e cila mund të na shtyjë drejt përpara është besimin e Zotit një, dhe bindja se ardhmja është më mirë se sotshmja. E sidomos kur të ardhmës jam mbështetës me besimin e Zotin e Madhërisht. Një shembull thjesht për shembull, a ke pas shigjeta kur të rjeket mbrapa? Pastaj kur shohet çon larg. Nga një anë këtë dunjë, sfida do të më ardhë domosdoshmërisht që me konsolidu shoqërinë, e pastaj më ia dhon një shtynë begit madhe mi kalu për shembull procesin e mëdha të jetës. Pra nuk ban të dështuar, siç kanë thonë dietarët e ndaj në analiza të ndryshme, se përballë sfidës janë dy kategori të njerëzve. Fatkeqësisht një kategori dështon, nga se sfidën e kthen në pengesë serioze të jetës. Dhe kategoria dytë janë ata të cilët sfidën e kthejnë në fitore. Dhe në armë të konsolidimit të aspektit fizik, shpirtëror, mental dhe të motivues dhe me një farforme e marrin si mbështetje për të vazhduar jetën, edhe jeta ka plot argumente se dikush dje ka qenë shumë keq sot do shumë mirë, dhe si dikush është sot mirë se keq, por përballë sfidës kanë me kanë të dytë. Ai cili dështon, ai cili fiton, ka me fituar gjithçka. Në kodër kësaj është edhe një preokupim i madh i rinisë me të ardhmen, sidomos në aspektin material, financiar. Sa do të menxon vend të madh është fjola, do më preokupimi për të ardhmen të besimtarët. Në aspektin kuranor, Zoti i Madhërisht na nxit që ne të planifikojmë për të ardhmen, që të jemi të qartë, na duhet ta planifikojmë të ardhmen. Por planifikimi për të ardhmen nuk duhet me qenë pengesë për të kthyr ty në pavësi. Për shembull, ne planifikojmë për shembull të ardhmen me pas mirë, një vend pune të mirë, një studim të mirë shumë e radhë. Por nëse ne e kthejmë në kundër dhe themi, e ardhmja është e pasigurt, s'do të kem risk, s'do të kem për shembull detyrë, s'do të kem kështu, atëherë kjo pikpamje për të ardhmen është ndaluar në Islam. Sepse sa herë që njeriu provon me shtin kontroll të ardhmen jashtë potencialit që ka, e ardhmja kthehet në bumerang. Dhe sa herë që njeriu planifikon të ardhmen, bazuar në forcën që ka mentale, psiqike, argumentuese, e ardhmja bëhet më dobishme se sa e tashmja. Më lejoni t'ju them për shembull, të gjithë pejgamberët kanë planifikuar për të ardhmen. Me po planifikimin për të ardhmen kanë pas racional, jo imagjinar. Edhe pastaj kanë arritur qëllimet më të mira të mundshme. Dhe ne sot në jetën tonë kemi një preokupim jashtë normales, sepse të rinjët tanë, për shembull, brezi i ri ende nuk e ka kuptuar se e ardhmja nuk është çështje imagjinare. E ardhmja është çështje pjesë e planifikimit, por jo imagjinat abstrakte, sepse jeta është shumë normale, jeta është shumë reale, dhe ti nuk mundesh me projektu të ardhmen duke hyrë në sferën e imagjinatës dhe pastaj tani ballavaçohesh me gjëra që e ke vështirë me dalë për atij perimetri.
Hoxhë, po duhet me të bëni pyetje tash pak më shumë rrafsh personal. Cila është frika më e madhe jote, jo individuale, po domethënë frika e përgjithshme ndoshta për shoqëri. Natyrisht nga këndvështrimi fetar, mu më brengosin për shembull disa çështje në shoqëri. Një është mos edukimi i dur i brezave të ri. Kjo një shqetësim që unë shpesh e analizoj edhe kam frikë se ku do të përfundon kjo shoqëri. Nëse shohim për shembull shkollat tona, që fatkeqësisht nxënësat e shkollës fillore shembull, me një etik minimale, me një kuadër minimal, me telashe begit maja, me kërsnime, me thikame, shtrohet pyetja nesër në dur të kujna ka me kanë ky popull. Pra kjo është shqetësimi jem që shpesh e analizoj me veten, diskutoj me veten dhe kam me një farformë një dosë të frikës se vallë a jemi të mundur si shoqëri me kriju një gjeneratë e cila komi përballu sfidave të jetës. Më lejoni t'ja bëj vetëm një krahasim. Viteve 60-70, ndoshta kemi pas baballarët, nanat, gjyshët të pashkolluar. Por që ata e kanë kriju një gjeneratë që na ja kthym pushkën në servis edhe e shliru mendin. Që ata e kriju një gjeneratë. Fryt e tyre. Fryt e tyre. Muna me akuzu sa dush që s'kan ditë shkollë, s'kan pas shkollë. Por ja që suksesi tyre është ky. E tash, kthehemi te gjenerata jonë, që po themi se jemi njerëz të shkollës. A mund po e krijojmë një gjeneratë e cila nesër komo përballë me fatin e popullit vet? Dhe cila është pikpyetja e madhe kjo? Ç'pret ti për një fëmijë e cili në shkollë shumë etik? Ç'pret ti për një gjeneratë e cila del pi bankave të shkolla pa ditë shkema se zem ç'do. Çfarë ardhmë mund të jetë për shembull normale me një familje ku degenerimi është model. Pra kjo është prekupimi jam që unë shpesh mban përshtypje kjo dhe në farë forme e kam një lloj doze të frikës se ku jemi të shku si shoqëri. Hoxhë të 27 vjet u ligjeru shumë domethënë për Islamin, po ju mjaftueshëm. Çu vlerëson ligjerimin që u bë prej hoxhallarëve në këto vitet e lirisë, edhe mendon që u kthy pak shtash në një ligjerim defanziv. Pas që hoxhallarët, besimtarët përgjithësi, po hoxhallarët me fokus të hoxhallarët sulmohen shumë, linçohen shumë, edhe detyrimisht ligjerimi i tyre është defanziv, mbrojtës. Është për këtë çardhje sulmin që bëjnë për shembull në kohën tonë kundrejt hoxhallarëve. Por dua t'ia them atyre që na dëgjojnë dhe na sulmojnë këtë pikë se ne hoxhallarët jemi imun ndaj akuzave dhe sulmeve që ne bëni. Ne kemi përjetuar edhe komunizmin. Por ne kur s'kemi do ka vërteta, për të vërtetës. Edhe në këtë kohë që sulmohemi, ne thjesht kemi imunitet të duhur për t'i arritur qëllimet më fisnike që kemi për familjen, shoqërinë dhe rrethin që jemi. Dhe xhallarët janë ata të cilët kanë ndikimin më të madh në shoqëri. Dhe barrën dhe peshën më të madhe kemi ne. Pse s'dukemi nëpër media, pse s'paguhemi për media, pse s'dalmi në përvene ndryshme çështje tjetër, por ndryshe ne 24 orë jemi me popull. Dhe e dim gjendjen e popullit, e orientojmë popullin, i bashkëbisedojmë temat me popullin, e dimi ku i dhem popullit, e dim dhe ku shkon rënkimi i popullit. Pra ne jemi me popullin dhe për popullin, prandaj edhe këto me keqardhje i presme këto sulme, me keqardhje fjala, por asnjë nuk kemi të dorëzuar karshi tyre, sepse qëllimi i tyre është me dekapituluar të vërtetën që e ka ky popull, dhe ne i takojmë se feja dhe nuk mund të zhbehemi, dhe jemi krenar fort që i takojmë se feja. Madje kjo fe na ka udhëhequr për procedura më të rënda të jetës, duke na motivuar për feja, dhëje, për familje, shoqëri e kështu me radhë. Dhe nganjëherë detyrohemi jo për të mbrojtur në defanziv, po thjesht detyrohemi me me bë reagimin ndaj tjerëve. Në mënyrë që mos ta nxismi popullin kundër atyre që meritojnë çdo nxitje. Për shkak se ata vetë po e mbjellin farën e urrëties, dhe ata vetë po e nxitin, domethënë një konflikt të panevojshëm, duke atakuar xhallarët. Imagjinoni për shembull, nderuam, ne këtu për çdo xhumë i flasim me 1000 vetëve live. E qysh është e mundshme me ardhi dikush që as familja vetë se përkrah dhe me ataku hoxhën. Çka mendon ai? Çysh ka me prit masa ata? Domethënë çysh ka me prit masa dikani i cili e atakon hoxhën, a hoxha i flet live 1000 personave për çdo xhumë për shembull. Ne mos flasim përmes aspekti virtual. E çysh ka me deportu për shembull akuzat e hone kur ndoshta familja vetë nuk e përkrah. Pra ne nuk kemi imun, o fjala, edhe si mi dorëzuna ndaj askujt këtë jetë, as nuk dorëzohemi sepse misioni është shumë i shenjtë.
Na vjen keq që unë mi kohë të mirë me gjona që s'na takojnë neve, të flasni për mbrojtjen ndaj neve, në realitet që mund me diskutuar tema të cilat i vijnë popullit dhe i duan popullit. A mendoni hoxh që populli është mjaftueshëm i pjekun, pasi që nuk është që indikojnë nëse ndrojnë opinionin e përgjithshëm publik, sulmet qoftë mediale, qoftë të tjera, për marrë në shembull një rast. Sado që proklamohet domethënë Izraeli si viktimë, prapë në popull e shohëm masa që janë solidarizohen domethënë me anën palestineze. Por nuk është që ndikon shumë media në opinionin e tyre në publik. Fare. Edhe kjo është një rregull shumë e thjeshtë që ka vendosur Zoti i Madhreshëm. E pa vërteta përballë vërtetë është adopt. Edhe nëse është mashineri e madhe. Këtë kjo propagandë që i bëhet për ta vënë në pa dhe për ta bë Izraelin si jo fajtor dhe Palestinë fajtor, këtë i kthe bumerang kjo. Nuk ka logjikë njerëzore e këtij shekulli që se din që Izraeli është shtet kriminal. S'ka njerëz që se din ta. Madje edhe vetë Izraelit përmend. Protestat e ndryshme. Sa do që ta provojnë me mshël, me mbyll këtë fakt. Me qëllime të mira apo të këqija është për çështje tjera, metoda e vërtetë e kam rri. Dhe kthehemi në jetën e përditshme për shembull, të jetës tonë. Ne jemi mësuar me një farë si popull, me kajt për Palestinën për viteve 50. Ne kemi pas informacione edhe atëherë kur s'ka ekzistuar mediat, se po bën një dhunë e madhe atje në Palestinë. Dhe pleshtet tonë kanë ditë mirë këtë çështje dhe kanë trashëguar me gojë për shembull, se po bën krizë shumë e rëndë. Dhe tash a di ç'është kjo çështje, të vjen turp, për shembull se jemi një popull që jemi prituar dhunën. A she ku po flasim në xhaminë këtu. Si kena as 10-15 metra ku kemi dëshmorë këtu, që janë dhënë në luftë. Domethënë për Serbisë. Në kohën kur ne vajtojshmi, për shkak të dhunës që bëjë Serbia ndaj nesh, në kohën që ata që sot po vujnë, kanë vujë për neve. Dhe tash nuk mundemi në kaq shkallaj, unë mendoj që mbi politikën duhet me qenë morali. Sepse po i përcjellet tash do disa debate të njerëzve është për keqardhje. Se më pyetje interesi dhe asgjë tjetër. Veç një çështje pja tham. Në kohën kur ka ndodhur Holokausti, ne shqiptarët me kaj me rështu, me viktimet, apo, edhe pse përballë neve kanë shumë i fort, Gjermania, nazizmi, kanë shumë i fort, por na se kemi zgjedh fortin, ne kemi zgjedh doptin, e kena mbrojt doptin, apo, e qysh është e mundshme sot pra, që kena pas moral si popull, e qysh është e mundshme sot politika ju me dalë mbi moralin e popullit dhe më rështu me kriminalin e kona viktimisa, edhe me thonë, po na do të me ndjek trendin shtetëror, po ne për trend shtetëror, po flasin për diçka që s'mbuluhet. Ne po flasin për një krim makabër të madh, që digjen fëmijët në xhep, digjen për së gjallë në kampe, edhe ti po shembull flet në emër tëm dhe në emër të popullit që s'është me ty si politikan. Për interesat tua, kjo është e padrejtë. Dhe këta kanë me marrë për gjizmin ditë, këta të cilët manipulojnë domethënë orientimin e popullit. Ne jemi për paqe, edhe unë si hoxh sigurisht përcjellni, unë jam një akter begi i vullnetshëm, por për t'i afruar qëndrimet. Larg çdo lufte, larg çdo dhune, sepse njeriu ka potencial për t'i tunë paqe. Por kjo s'do të thotë që na duhet me shfaqsu krimin. E mi thonë, ti e burri mirë sepse i forti jo me ty. Jo, këtë dunja nuk sundon gjithmonë i forti. Këtë dunja sundon e vërteta. Po t'kish sundu gjithmonë e forta, na sot është një Serbikën këtu. Por e vërteta ka mbi politikën. Edhe pasaj jemi të sujemi. Që shpjegohet që një pakicë, që kjo pakicë është elitë, si mediale, si politike e tjerë, dhe më thonë rështohen me Izraelin. Edhe arsyetimi tyre është që është për të mirën e shtetit, është politike dhe më thonë mbështetja. A thash unë sepse, a thash disa politikanë, ata me një farforme i kanë peshku, kjo s'është rasishme. Se t'ja mendon që rasisht është kryeministri i Shqipërisë në Izraela, aja ka një të kaluar e të lidh me ta, dhe tash për ta mbulu dështimin në shtetin e vetë. Dhe për t'i ikë përgjegjësisë kriminale, që e ka shpopullu vendin e vetë, edhe ka shpërdorur pasurinë e vendit vetë. Tash për ta ruajt qetësinë e vetë, ai e merr guximin dhe del flet në emër të popullit, e rënon popullin, më herët i pruni iranianët në kamp, dikur izraelit, palestinez, dikur këta në marzira që dhe fatkeqësisht populli jonë në të gjitha etapat të historisë, në kruciale kemi pas lider të shitur, të cilët kanë vepruar kundër interesit të popullit vet dhe kundër moralit të popullit vet. Pra ka qëndashë të diskutohet në Izrael, që diskutohet për vitimet e Palestinës.
Mi thonë, ne jemi një popull që juve kemi mbrojt në rrethana të luftës, nuk kena kanë me të fortin atëherë, kemi qenë me juve si një kanë viktima. Edhe sot ne fatkeqësisht jemi me juve. Derisa ju ta ndalni krimin që bënim ndaj fëmijëve. Pra, çish është e mund të flasin ata? Normal sepse kanë lidhje, kanë interesa tipike personale të tyre, mbi interesin kombëtar. Dhe koha s'ka më shku ka 5 vjet, 6 vjet. 10 vjet maksimumi, ka me kuptu ky popull se orientimin e ka pas gabim. Nga se Zoti i Madhërisht nuk lejon kur që zullumi të heckat, edhe nëse janë perandori. Ka vjen ndëshkimi pe Zotit, veç Zoti i Madhërisht me ti. Dhe ne do të jemi bashkë nëse jemi gjallë. Shembull, po besoj mjaftuar. Shembull se duhet. Dhe kemi bashkë ne po fulmi këtu, do të jemi bashkë. Dhe do të flasim sepse ata që e shohim nëpërmes dritës së Kuranit është e vërtetë. Pra nuk e lejon Zoti i Madhërisht që kushdo që ti fort me bazë zullum në jetën e bote. Sepse fundi u të gjithë janë robë të Zotit të Madhërisht. Kush ka i cili pirë ka njerëz. Cila ka civilizim që po ndërtohet ka mbi gjakën e fëmijëve të pafajshëm, mbi dhunën e njerëzve të pafajshëm. Çfarë civilizimi që ka i cili po ndërtohet ka me gjakën e njerëzve. Dhe çish ka mundshme me liu që me ec ky karavan deri në pakufi e pa mundshme. Pra kush ka bën krime ka me pagu, nëse jo për njerëzve, ka me ardh për dikaj tjetër. Po unë jam shumë i bindur që gabimet që janë t'i bën disa njerëz të na, e që fatkeqësisht na përfaqësojnë neve. Unë e distancohem për atyre që të cilët e përkrajnë kriminalin. Ne jam kundër tyre edhe ata nuk na përfaqësojnë neve. Hoxh, me çfarë kishim zgjat, po jemi drejt fundit, nëse e keni këshill të shkurtër për ditët që kanë mbet të Ramazanit, mase e filluam me Ramazanin, po e përfundojmë me Ramazanin, atëherë hapësira kohore është për ju. Faleminderit. Mesazhi jem është që sa më shumë të shfrytëzohet ky muaj i bekuar, të ketë kontakt sa më shumë me librin e Zotit të Madhërisht, të i lexon fjalët e Zotit të Madhërisht, të bën përpjekje maksimale që ta vë Kur'anin si pasqyrë të jetës tij, dhe ta shef ku ka gabimet dhe ku ka të mirat e jetës. Të afrohet sa më shumë fesë, ta kupton se jeta e kësaj bote e ka vetëm një rrugë. Ajo është rruga e besimit në Zotin e Madhërisht. Dhe të gjitha rrugët e kësaj bote mund të përfundojnë në mënyrë më të keqe të mundshme. Por është rruga e besimit e cila shpjegon jetën në dimensionin real që ka njeriu, pra të bëjnë sa më shumë bamirësi, ti falin njerëzit sa më shumë që është e mundur, ti këshillojnë njerëzit sa më shumë që është e mundur, të jenë gjithmonë me drejtin, jo me të fortin, të lutën për paqe, për lumturi, për mirëqenien në familje, në shoqëri dhe të kontribuojnë sa të mundeni për ndërtimin e familjes, shoqërisë dhe vendit ku jetojmë, sepse ne kemi emanet jetën e në ditë për ditëve gjithçka që është e shkruar përfundon. E jeta e njeriu është e përbërë prej ditëve dhe në ditë për ditëve njeriu i kësaj bote më nuk do të jetë mesin e gjallëve, por do të shkon me një kapital të veprave të tij në botën e përjetshme. Ne ka thënë pejgamberi alayhis salam se çdo njeri në jetën e bote para vdekjes pendohet fort. I thanë ja Rasulullah, po çka pendohet? Ka thënë nëse ka qenë vepër mirë, pendohet pse s'ka bërë vepra më të mira, më shumë. E nësa në pejtë të këshinjeve, thot pendohet dhe thot qysh pas në bon ka vepra të këshia, e ku do të shkoj të Zoti i Madhërisht. Pra për të mos na mbet malak me bërë vepra të mira, atëherë jemi në jetë inshallah Zoti i Madhërisht, ne mëson që të blem gjurmë pozitive në trajtorin e jetës. Hoxh, faleminderit që pranuar me kon pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe për juve, në radhë parë që e keni zgjedh xhamien koha për këtë intervistë, ju falenderoj jashtëzakonisht shumë. Ju uroj çdo të mirë në jetë dhe inshallah të shihemi edhe herave tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit.